Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Politikanë nga gjithë trojet shqiptare dhe qytetarë të shumtë i dhanë lamtumirën e fundit ish kryeministrit Fatos Nano, u nda nga jeta në moshën 73 vjeçare. Arrestohet autori i vrasjes në gjormë të Vlorës, Bertil Aliaj, që lloj djalin e xhaxhait të tij. 32 vjeçari deklaron në polici se e vrau për një arsye të fortë. Zbulohen në Shkodër ambientet e përshtatura për kultivimin e drogës, disa të arrestuar në pranga dhe punonjës të OSHE për lidhjet e palishme të energjisë. Aborti në Shqipëri mbetet në nivel shqetësues, mjekët thonë se shifrat janë të larta, veçanërisht në grup moshën e vajzave nga 15 deri 19 vjeç. Jo emergjërsisht, politikanë dhe figurat të njohura nga të gjitha trojet shqiptare dhe qytetarë të shumt i bën sot nderimet e fundit ish kryeministrit Fatos Nano. Socialistë dhe demokratë u bashkuan si rrallë herë më parë në homazhe. Në mesazhin për paraardhjen e tij në krye të partisë, Edi Rama vlerësoi figurën e liderit historik që reformoi të majtën. Lideri historik i Partisë Socialiste Fatos Nano, një nga figurat më emblematike të politikës shqiptare, u përcoll për në banesën e fundit. Qytetar të shumt, eksponent qeveritar, figura të shuara politike, fetare e artist, u mblodhën në pallatin e kongreseve për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Me lule dhe kurora në duar, ata nderuan figurën e ish kreu të qeverisë shqiptare. Me qindra persona, i shprehën ngushëllimet e tyre familjarëve të ish kryeministrit. Në këtë ditëzie, politikanë të majtë dhe të djathtë u bën bashk, ndërsa liter nga vendet e rajonit morën pjesë gjithashtu në homazhe. Ceremonia vijoi me fjalën e bashkëshortes së liderit historik të së majtës, Joana Nano. Fatosi ishte neveritës ndaj banalitetit, servilizmit dhe pavësisë. Siç e ka thënë vetë, ai eci mes baltës së politikës pa u bërë pis prej saj. I biri Fatos Nano, Sokoli, foli për figurën e tij si baba, por edhe si lider. I pari që nuk e kishte frikë humbjen, sepse ai ishte një kalorës. Dhe më dha mësim me forcën e shëmbullit. Ai më mësoi shumë çka, garën e vërtet, udhëheqjen si përgjegjësi, ringritjen. Pas artësi i tij, Edi Rama fjalën e nisi me keqardhje që nuk mundi të vijonte traditën e takimeve të tyre, por nuk harroi të nderonte figurën e politikanit që e futi në familjen socialiste që ai tashmë udhëheq. Historia e marrëdhënies sonë zhvilluar mes ekstremesh, nga birësimi im në familjen socialiste me bekimin e tij, nëse jam unë sot zëdhënësi i idhërimit krejt familjes madhe socialiste, kjo lidhet padyshim me intuitën dhe me guximin e kryetarit themelues. Ndërsa bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë e cilësuan si një person të drejtë dhe që dinte të udhëhiqte. Do të mbahet mend si i pari që në zgjedhjet e para dhe të fundit që humbi, dha dorëheqje të parevokueshme, duke i lënë të lirë forcën politike dhe gjeneratën e re. Ai më kërkujt mundësinë për të rritur, për të punuar, për të zhvilluar, e natyrisht edhe për të bërë karrierë brenda Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ju dha lirinë e mundshme që të bëheshin njerëz më të mirë. Pas përfundimit të homazheve, Arkmorti u vendos në shtratin e topit, si nderimi më i lartë për një udhëheqës, ndërsa u shoqërua dhe me ritmet e këngës legjendare të Frank Sinatra, I Did It My Way. I did it my Me qindra njerëz e shoqëruan për herë të fundit liderin historik të së majtës, duke hedhur karafila të bardhë. Fatos Nano drejtoi Partinë Socialiste në qeveri dhe opozit, pas rrëzimit të regjimit komunist. Ai udhëhoqi vendin si kryeministër, ndërsa dha dorëheqjen në vitin 2005.
Pas disa orësh Sharati, policia e Vlorës arrestoi autorin e krimit ku humbi jetën 36 vjeçari Dalan Aliaj. Bertil Aliaj, që qelloi për vdekje djalin e Xhaxhait, u kap në një terren malor në fshatin Gjorm. Ai u tha uniformave blu se e vrau kushëririn e tij për një arsye të fortë, por refuzoi të japë më shumë shpjegime. Ky është momenti kur Bertil Aliaj, që vrau kushëririn e tij, arrestohet nga forcat e policisë pasi vendodhja u zbulua me dron. Pas 5 orësh në Arati, uniformat blu prangosën 32 vjeçarin si autorin e vrasjes së Dalan Aliaj, 36 vjeç. Ngjarje e ndodhur mbrëmjen e të shtunës në fshatin Gjorm të Vlorës. Bertil Aliaj dyshohet se qelloi për vdekje pranë banesës së tij djalin e Xhaxhait për motive ende të paqarta. Pas krimit, ai u largua drejt zonës malore të Gjormit, ku edhe u kap disa orë më vonë. E vrava për një arsye të fortë që s'mund ta them. I kisha thënë disa herë që duhet reagonte. Ndoshta në një moment tjetër do flas për arsyen, por ende nuk jam gati. Kështu është shprehur në dëshminë e parë në polici autori i krimit të rënd. Gjatë operacionit policia sekuestroi edhe armën, një pistolet së bashku me 10 fishek. 32 vjeçari rezulton me precedent penal dhe ishte shpallur në kërkim për masakrën e Çoles në vitin 2015, ku u vran 3 të rinj brenda një kazinoje. Ngjarje për të cilën ndaj tij ishte dhënë nga gjykata dënimi prej 35 vjetësh burg. Banorët e fshatit Gjorm, ku u ekzekutua 36 vjeçari, thonë se nuk e din arsyen që e çoi autorin të kryente vrasjen, ndërsa shprehen të tronditur për ngjarjen. Arsyeja, nuk vjen ato e del vet. Jo, mi kemi fshatari, kemi njerëzit tanë, nuk dim të ketë pat konflikt. Ishëm djemë të xhallarësh, që e momentit, jo ashtu. Se si ka qenë problemi, nuk dim gjë. Viktima Dalan Aliaj, banues në Levan të Fierit, ishte pronari një servisi automjetesh. Ai u qellua me 6 plumba, ndërsa ishin familjarët që e gjetën trupin e pajet pranë banesës së djalit të Xhaxhait, ku ai kishte shkuar për vizitë mbrëmjen e të shtunës. Një operacion i policisë së Shkodrës u finalizua me zbulimin e 3 ambienteve të përshtatura për kultivimin e kanabisit me llampa. Disa persona përfunduan në pranga, mes të cilëve edhe punonjës të OSHE për lidhjet e palishme të energjisë elektrike. Policia! 2 banesa dhe një stall në fshatin Hot të Shkodrës ishin kthyer në shtëpi bari. 3 ambientet e përshtatura për kultivimin dhe tharjen e kanabisit me anë të llampave u zbuluan këtë të diel nga forcat e policisë. Gjatë aksionit, efektivët arrestuan 2 kushërinj Lazer Pepaj dhe Sander Pepaj, ndërsa një i tret, Kristian Pepaj, u shpall në kërkim. Po ashtu u ndaluan 4 punonjës të OSHE-s, Gëzim Hoxha, Lodovik Vulaj, Giuliano Ceraj dhe Adil Selmanaj. Ata dyshohet se kanë lejuar lidhje të palishme të energjisë elektrike në disa ambiente të përshtatura për kultivimin e bimëve narkotike. Gjatë operacionit u sekuestruan 1100 bim kanabis, 1 kilogram e 800 gram kanabis në formë boçe, 300 lampa, si edhe aspirator, panele neoni e filtra ajri që përdoreshin për kultivimin e drogës. Një 33 vjeçar ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti rrugor pas ditën e kësaj të diele në rrugën Strum Roskovec. Përplasja ndodhi fillimisht mes 2 automjeteve, ndërsa më pas u përfshi edhe një motor. Ishte pikërisht drejtuesi i motorit që mbeti i plagosur rënd, ndërkohë Klajdi Hoxha nuk i mbijetoi dot plagëve të marra dhe ndëroi jetë në spital. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se abortet në Shqipëri janë në nivele shqetësuese. Mjekët japin alarmin për rritjen e shifrave, veçanërisht tek vajzat adoleshente. Situata e aborteve në vendin tonë mbetet shqetësuese, edhe pse vitet e fundit kanë pësuar një rënje. Sipas Institutit të Statistikave, gjatë vitit 2024, raporti është 180 aborte të regjistruar për 1000 lindje. Akoma më shqetësuese mbeten shifrat e aborteve në grup moshën 15-19 vjeç, ku vajzat 18 vjeçare shënojnë numrin më të lartë të ndërprerjeve të shtatzanisë me rreth 170 aborte për 1000 lindje. Ginekologët, specialistë po përdorin gjithmonë më tepër pilulat abortive, që është një opsion shumë më i mirë se sa ai që dikur quhej kryetazh ose pastrim. Një pjesë e aborteve për cilat ju flisni mund të jenë dhe aborte me shkak mjekësor. Pra nuk janë gjitha aborte të dëshirueshme, po themi. Mund të jenë aborte spontane, të cilat ndodhin në një çift, ka shumë çifte të reja sot.
që përjetojnë aborte spontane. Ernald Zeqa, mjek obstetër ginekolog, shprehet se vitet e fundit është rritur ndjeshëm ndërgjegjësimi mbi kryerjen e kontrolleve periodike, edukimin seksual dhe parandalimin e aborteve, duke ndikuar në uljen e shtatzanive të padëshiruara. Ajo që unë shikoj si një gjë shumë të mirë është rritja e ndërgjegjësimit, rritja e komunikimit në familje. Disa adoleshentë të kësaj moshë, të kësaj grup moshë, po themi 18-20 vjeç, paraqiten bashkë me nënat e tyre. Bluzat e bardha kanë edhe një apel për të gjitha vajzat të cilat kryejnë aborte. Apeli ginekologëve është gjithmonë parandalime, domethënë pra mos arrim deri në këtë pikë, por nëse arrim te pika ku shtatzania ka ndodhur, atëherë të thjesht paraqiten sa më shpejt pranë mjeku ginekolog. Domethënë mos ta lënë me javë, me muaj, sepse pastaj gjërat bëhen shumë vështira. Sipas OBSH, 6 nga 10 shtatzani të padëshiruara përfundojnë me abort të induktuar. Rreth 45% aborteve janë të pasigurta. Ulja e normave të fitimit ka bërë që interesi për bonot e thesarit dhe obligacionet të bjerë ndjeshëm. Një nga format e investimit që po preferohet kohët e fundit veçanërisht nga të rinjt është tregu i kriptomonedhave. Në një kohë kur kursimet janë kthyer në fjalën kyçe të çdo familje, duket se një prej mënyrave më të sigurta për të investuar ato po humbet shkëlqimin e dikurshëm. Sipas të dhënave nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare, në vitin 2025 interesi i individëve për të blerë bono thesari dhe obligacione ka rënë ndjeshëm. Vetëm deri në shtator janë regjistruar 5875 transaksione, rreth 25% më pak se një vit më parë. Edhe shuma investuar ka zbritur në 19.3 miliard lek nga 23 miliard lek që ishte në 9 mujorin e kaluar. Arsye kryesore është që progresivisht Shqipëria ka bono thesari që remunerojnë ose kthejnë para gjithmonë më pak. E thënë ndryshe, normat e interesit janë ulur. Kjo për ekonominë është një shenjë mirë dhe për bilancin e shtetit shqiptar, sepse borxhi publik në raport me prodhimin e brendshëm bruto vijon të ulët. Por nga ana tjetër, kur ke sa më pak borxhe, je një klient sa më i besueshëm. Edhe pse investitorët individual vazhdojnë të dominojnë tregun e titujve me gati 98% të transaksioneve, duket se ata po kërkojnë horizonte të reja për kursimet e tyre. Alternativat janë fondet e investimeve, siç janë fondet e pensioneve, siç janë fondet e përbashkëta të investimeve dhe investime në obligacione të tjera të kompanive private që shpeshherë edhe ato bën me ndërmjetësim, por që kanë një risk më të lartë. Si dhe investimi në bursa ndërkombëtare. Ne si shqiptar kemi tendencën që t'i futemi dhe t'jedhim lekët tona, sidomos për gjërat që nuk njohim. Kështu ka ndodhur dhe në 97-ën me firmat piramidale që thoshin ishin shoqëri rentiere. Një tjetër formë e re që po preferohet nga grupmoshat e reja si instrument investimi është dhe tregu i kriptomonedhave. AMF-ja ka paralajmëruar një draft të ri ligjor për këtë treg për të bërë të mundur në mënyrë ligjore shitblerjen e tyre. Mbyllja e regjistrimeve në universitete kanë thirrë në pas se shumë degë nuk kanë të rreshur asnjë student. Megjithatë, programet nuk do të mbyllen përfundimisht, por do të riorganizohen në varësi të interesit të të rinjve në vitet e ardhshme. Rreth 30 programe studimi në universitetet publike të vendit kanë mbyllur procesin e regjistrimeve me asnjë student të regjistruar. Problemi më i dukshëm është në rrethe, ku më të prekurat janë degët e shkencave eksakte dhe gjuhëve të huaja, ndërsa në kryeqytet vetëm 2 programe kanë mbetur bosh. Këto degë konsiderohen të ngrira pasi nuk do të mbyllen përfundimisht, por do u jepet një mundësi e dytë për të rishikuar vitet e ardhshme, në varësi të interesit që do të tregojnë maturantët. Mbas është koha për të kthyer në realitet profilizimi, që do të thotë nëse një degë e caktuar është më e fortë në një universitet caktuar rajonal, atëherë do ishte mirë që dhe resurset në një degë caktuar që në një universitet ka emrin e saj, edhe nga rrethet e tjera mos lëshon gjithë drejt Tiranës, po të lëvizën për këto universitetet rajonale, po them nga Elbasani, të lëvizën Durrës, nëse degë është më mirë aty, kështu do themi rakordon brenda për brenda themi grupimit të universitetet rajonale, se cilën deg hap njëri ku ka më shumë maturant dhe merr dhe ato pak maturant që janë regjistruar në një universitet tjetër, po ai nuk e ka mundësi të hap to deg. Në këtë fazë, rrjeti akademik shqiptar sugjeron një riorganizim të sistemit universitar për të shmangur mbylljet dhe për të rritur efektivitetin e degëve në rrethe. Fokusi i kuotave dhe programeve shihet një
minimalisht në i 3 vjeçar, maksimalisht në i 5 vjeçar. Edhe ti ke hapësirën e mundshme që në këtë periudhë 3 vjeçare të shikosh ka sa lëvizin, ku lëvizin dhe në plan afatgjate bashkon të me ciklin e dytë aty shikon se si shtetësuria. Nga 650 programe në total, këto drejtime rrezikojnë të mos jenë në vazhdim pjesë e ofertës akademike. Megjithatë, për disa programe që prej vitesh kishin vështirësi në plotësimin e kuotave, situata po ndryshon. Riorganizimet e fundit kanë sjellë një rritje të ndjeshme të kërkesave. Për ekselentët, përkushtimi ndaj mësimeve është një rutinë e përditshme. 3 prej nxënësve që kanë përfituar edhe bursën vjetore rrëfejnë se si e menaxhojnë kohën e tyre mes shkollës dhe pasioneve të tjera. Janë të 3 nxënësit të shkëlqyera të gjimnazit Sami Frashëri, që me përkushtim dhe pasion dhe dijes, janë shembull frymëzimi për bashkëmoshatarët e tyre. Ema Martiri, Melisa Malo dhe Emili Zenelaj janë ndërimra që spikasin për rezultatet të larta në mësime. Për Eman, suksesi nuk është i rastësishëm, por rezultati punës së vazhdueshme dhe mbështetjes së familjes e mësuesve. Të qenurit sistematik është absolutisht çelësi. Do të thënë të përpiqesh të angazhohesh, të dëgjosh çdo gjë që thuhet në orë të mësimit me përpikmëri, por që do të thënë rezultati duhet të jetë i kënaqshëm nëse ndjekim këto. Ndërsa Melisa e sheh ekselencën si një përgjegjësi për të ecur më tej në pasionin e saj për shkencat eksakte. Unë që në moshë të vogël kam pasur shumë prirje për matematikën dhe për shkencat. Më pas erdha në gjimnaz, përveç matematikës, se kam ndier veten shumë mirë dhe në fizikë dhe në kimi, dhe duke parë që këto fushë janë ato të cilat ndihem më mirë, për të ardhmen kam menduar të vazhdoj për inxhinieri kompjuterike. Emili tregon se përkushtimi ndaj mësimeve është një investim për të ardhmen. Prej 12 vitesh unë kam mbajtur rezultate të larta dhe mendoj që rruga e dur për ta bërë këtë gjë është vetëm puna. Gjithmonë duhet të punosh e të mësosh sa më shumë. Mendoj që nëse ti përgatitesh dinjësisht gjithmonë, mund të arrish notat tua të larta. Të 3 nxënësit, përveç vlerësimit të lartë në shkollë, kanë përfituar prej vitesh edhe bursën e ekselencës prej 45.000 lekë për një vit shkollor. Kemi ardhur në fund, bashkë natën e mirë.